Dashi. Sot do ndjeni nevojën për të ruajtur qetësinë mendore. Mundohuni të gjeni mënyra relaksimi, një shëtitje e shkurtër në natyrë, meditim ose një bisedë të ngrohtë me një mik të vjetër mund t'ju ndihmojnë të qetësoheni. Përballja me tensionin mund të jetë sfiduese, pasi rrethanat në çift prirën të jenë të tensionuara. Diskutimet për çështje të vogla mund të nxehen dhe ju mund të mbroheni me vendosmëri. Edhe beqarët do të ndjejnë tërheqje të fortë nga disa kolegë, duke hapur mundësi për flirt, por keni kujdes që të mos nxitoheni dhe të ruani dinjitetin. Në punë, ndjenjat se të tjerët mund t'ju tallin mund të zvogëlojë vetbesimin. Përqendrohuni te detyrat tuaja dhe lini rezultatet të flasin vetë. Për financat, reduktimi i shpenzimeve të panevojshme do jetë çelësi. Demi. Sot do përballeni me mundësi që kërkojnë besim në forcën tuaj të brendshme. Vlerësoni aftësitë tuaja dhe merrni vendime të mëdha për të ardhmen, duke dëgjuar këshillat e njerëzve të besueshëm. Në marrëdhënien në çift, klima do jetë e favorshme dhe pasioni do rikthehet me intensitet. Zemra do rahë më fort çdo herë që partneri afrohet, duke krijuar momente të papërsëritshme. Beqarët, nëse jeni të gatshëm të hapni zemrën, të gjeni shpirtin binjak në një situatë të papritur. Keni vetëm vëmendje ndaj sinjaleve të qarta të interesit reciprok. Në punë, perspektiva të reja do ju hapen dhe do ndjeni më energjik se kur, prandaj investoni kohën dhe fokusin tek projektet me potencial të lartë. Financat do jenë të qëndrueshme, por mos i merrni kursimet të garantuara. Një plan rezervë do sigurojë qetësinë dhe lirinë e zgjedhjes për investime të mëvanshme. Binjakët. Sot do ndjeni se brenda jush zgjohet një energji e re për pavarësi dhe krijimtari. Hëna dhe Neptuni ju mbështesin në shfrytëzimin e talentit tuaj, ndaj mos hezitoni të tregoni idetë që keni mbajtur pesull. Në çift, harmonia do mbizotërojë dhe bashkëpunimi me partnerin do ju bëjë të ndiheni të mbrojtur dhe të kuptuar në çdo hap. Beqarët kanë të gjitha shanset të gjejnë princin e katër, por mbani mend që ndërtimi i besimit kërkon kohë. Qasuni me sinqeritet çdo takimi. Në punë, verifikimi i detajeve para çdo veprimi do shmang gabimet, ndërsa kreativiteti ju sjell lëvdata nga kolegët dhe shefat. Buxheti do jetë i qëndrueshëm, por me pak vëmendje shtesë ndaj shpenzimeve të vogla mund të fitoni kursime ekstra. Përgatituni për momente reflektimi në mbrëmje. Dafolja. Sot intuita juaj do jetë aleati më i fuqishëm. Marsi ju favorizon në vendimmarrje, prandaj ndiqni ndjenjat pozitive kur përcaktoni prioritetet. Në çift, qetësia dhe mirëkuptimi do krijojnë një bazë të qëndrueshme, megjithse disa sfida mund t'ju vinë në komunikim. Shmangni reagimet impulsive për të mos lënduar të dashurit. Beqarët do përjetojnë një ditë gëzimi, ku takimet miqësore mund të shndërrohen në histori të veçanta. Niseni çdo bisedë me buzëqeshje dhe konfidente. Në punë, shmangni fajësimet ndaj kolegëve dhe merrni përgjegjësinë për gabimet tuaja. Kjo do forcojë respektin që ata kanë për ju. Financat do jenë të mbrojtura nga ndikimi i yjeve. Shfrytëzojeni këtë periudhë për të planifikuar ndonjë blerje të planifikuar më parë. Kujdesuni për balancën mes punës dhe pushimit. Luani. Sot guximi dhe kreativiteti juaj do jenë në qendër të vëmendjes. Impulsiviteti mund t'ju habis në momente të papritura, ndaj përpiquni të mendoni përpara se të veproni. Në çift, bashkëpunimi me partnerin do krijojë eksperienca të mrekullueshme, të cilat do lënë gjurmë pozitive të dy. Beqarët do përjetojnë surpriza të këndshme, takime që sfidojnë rutinën dhe mund të sjellin ndjesi të thella. Në punë, mendja analitike dhe talenti për zgjidhjen e problemeve do ju bëjnë pikë referimi për ekipin, megjithse keni kujdes me miqtë e rinj që afrohen me qëllime të fshehta. Financat mbeten të balancuara, falë disiplinës suaj në menaxhim. Vazhdoni të kurseni disa para për emergjenca të papritura. Shfrytëzojeni mbrëmjen për vetëvrëfim dhe planifikim. Sa më mirë të njihni veten, aq më lehtë do arrini qëllimet. Virgjëresha. Sot çdo gjë kërkon përqendrim të trefish. Sfida kryesore do jetë menaxhimi i dy ndikimeve planetare të kundërta, Venusi për pasionin dhe Plutoni për vendosmërinë agresive. Në çift, luhatjet mes dashurisë dhe konfliktit mund të jenë intensive. Mbani durimin dhe zgjeroni dëgjimin për të shmangur keqkuptimin. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm. Jo çdo ftesë është e destinuar për lidhje afatgjata, ndaj mos u nxitoni. Në punë, ndryshimi i qasjes dhe eksperimentimi me metoda të reja do jap fryte. Inkurajoni bashkëpunimin dhe shmangni izolimin. Financat. Do ndeshin tronditje të vogla për shkak të shpenzimeve të paplanifikuara. Krijoni një fond rezervoje dhe vendosni kufi të qartë mbi rrethanat. Një ushtrim i lehtë me frymëmarrje të thellë në mbrëmje do ndihmojë të qetësoni tensionin e grumbulluar. Dëshorja.
Sot do jeni mjeshtër të diplomacisë brenda dhe jashtë marrëdhënieve. Kur ndjeni emocionet duke u zgjuar, menaxhojini me kujdes për të mos e hudhur ekuilibrin. Në çift, ndryshimet e një pasnjëshme do sjellin emocion, por duhet të jeni fleksibël për të shmangur tensionen. Beqarët do kenë një ditë të begatë, me takime interesante që mund të kthehen me lidhje serioze. Favorizoni ngjarjet sociale me atmosferë të ngrohtë. Në punë, aftësia për të ndarë kohën midis detyrave dhe bashkëbisedimeve strategjike do rrisë efikasitetin tuaj. Përdorni këtë talent për të zgjidhur mosmarrëveshjet. Financat do qëndrojnë të kënaqshme, por pagojini faturat me përparësi për të shmangur vonesat. Një drejtim i shkurtër në ajër të pastër do ngarkojë bateritë tuaja dhe do sjellë qartësinë e mendimit. Akrepi. Sot do ndjeni një valë energjie të fuqishme brenda vetes. Kur Urani përforcon guximin dhe marrësirrit vendosmërinë, marrëdhëniet ndaj partnerit do kenë thellësi të re. Debatet e vogla do kalojnë pa lënë gjurmë falë qetësisë suaj të fituar me përvojë. Beqarët duhet të vazhdojnë të shtrinë magnetizmin personal, sepse sot do të kenë fat të madh në dashuri. Mos hezitoni të bëni lëvizjen e parë. Në punë, ambiciet tuaja do dalin në plan të parë dhe do kërkoni një detyrë me më shumë përgjegjësi, duke vënë në provë aftësitë organizative. Financat do kenë sfida të vogla për shkak të impulseve për shpenzime, por një planifikim i kujdesshëm dhe ndarja në kategori të qarta buxhetore do ruaj stabilitetin. Një moment për reflektim në fund të ditës, duke shkruar disa rreshta në ditar, të forcoj lidhjen tuaj me vetveten. Shigjetari. Sot do shkëlqeni me optimizmin e jashtëzakonshëm të hënës. Një energji pozitive do ju shtyr të merrni iniciativa të guximshme, edhe atyre që kishit hezituar më parë. Në çift, pasioni do jetë në kulm dhe do përjetoni aventura romantike që do mbeten në kujtesën tuaj. Beqarët do jenë në kërkim të lirisë dhe do kenë mundësi për takime që të i kalojnë pritshmëritë, gjitha këto me një dëshirë të fortë për përvojë të vërtetë. Në punë, idetë tuaja kreative do nxisin debat dhe do përfshihen në projekte me rezultate të shpejtë. Do dëshmoni se mund të kombinoheni mençuri dhe spontanitet. Financat do kenë momente luhatje, por mirëmendimi me shpenzimet e ditës do garantojë që ndiheni të qetë në mbrëmje. Britsjapi. Sot do ndiheni të thirrur për t'i dhënë formë një vizioni afatgjallë. Pas bilancit të nevojshëm të jetës, do merrni vendime që ndikojnë jo vetëm ju, por edhe mjedisin tuaj. Në çift, bashkëpunimi i thellë do forcojë besimin dhe do krijojë kompromise të qëndrueshme. Mos keni frikë të tregoni edhe anën tuaj më të ndjeshme. Beqarët do fitojnë besim dhe me një qasje të matur do të tërheqin vëmendjen e personave me të cilët ndajnë interesat më të thella. Në punë, përgjegjësitë e reja do vinë prej rezultateve të vërtetuara, ndaj planifikoni hapat me kujdes dhe shpërndajini detyrat sipas forcave tuaja. Financat do kenë rrjedhë të qëndrueshme, falë disiplinës suaj strikte. Vazhdoni të vendosni limite dhe të kontrolloni çdo shpenzim. Ujori. Sot do veproni mbi bazën e fakteve dhe logjikës, duke shmangur vendimet impulsive. Në çift, misteri dhe pavarësia juaj do t'i shtojnë ngjyrat marrëdhënies, por mos e linjoni dialogun kur ndjej bllokim. Sinqeriteti është qelësi. Beqarët do kenë rastin të fillojnë lidhjen serioze që kanë ndëruar, veçanërisht në ambientet krijuese ku ndihen më komod. Në punë, një projekt i rëndësishëm tashmë po merr formë, pa nevojë për sforcim të tepruar. Njohuritë teknike dhe vizioni juaj do jenë asë të çmuar. Financat do jenë të qëndrueshme, por vendosni pjesë të vogla rezervë për rastet e emergjencës. Peshqit. Sot do ndiheni të frymëzuar nga krijimtaria dhe intuita. Duke ndjekur plane dhe prioritetet të qarta, do arrini më shumë se sa prisnin. Në çift, stabiliteti planetar do mbështesë marrëdhënien, e cila varet nga bashkëpunimi ndërsjellë. Mbani një qëndrim me empati dhe dëgjoni aktivisht. Beqarët do pranojnë një propozim joshës që u është bërë kohë më parë, duke hapur një kapitull të ri që do sjellë surpriza të lumtura. Në punë, era e ndryshimit do fryjë lehtë teksa shefat vlerësojnë fleksibilitetin dhe inovacionin tuaj. Shfrytëzojeni për të pozicionuar kryesor në ekip. Financat do përmirësohen ndjeshëm, sidomos nëse përgatiteni paraprakisht për shpenzime të mundshme.